Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, gjatë muajit janar të këtij viti, në Shqipëri janë regjistruar 96 aksidente rrugore, ku si pasojë janë aksidentuar 149 persona, mes të cilëve të vrarë dhe të plagosur. Krahasuar me muajin janar të vitit që lan pas, 2025, numri i aksidenteve ka shënuar një ulje me rreth 23.2%, duke treguar një përmirësim të situatës së sigurisë rrugore në fillim të këtij viti. Sipas raportit, rreth 85.4% e aksidenteve kanë ndodhur për shkak të sjelljes së drejtuesve të mjeteve, çka konfirmon edhe një herë faktori njerëzor mbetet shkaku kryesor i aksidenteve në rrugë. Grup mosha 25-34 vjeç rezulton me përfshirje më të lartë të aksidenteve, duke zënë rreth 31.3% të totalit, ndërsa gjatë ditëve të javës e premte ka regjistruar numrin më të madh të aksidenteve me 21.9%, ndërsa e marta ka pasur përqindje më të ulët me 6.3%. Për nga shpërndarja gjeografike, Tirana vjen të kryesojë për numrin e aksidenteve, e ndjekur nga qarqe të tjera me qarkullim të lartë automjetesh. Të dhënat tregon një tendencë pozitive në uljen e aksidenteve krahasuar me një vit më parë, por njëkohësisht nënvizojnë nevojën për rritjen e ndërgjegjësimit dhe respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor.